Në kuadër të festës së vreshtarisë e zhvilluar në qendrën administrative Allkaj, një vëmendje e veçantë mori ekspozimi i produkteve vendase të verës së prodhuara nga kantina e fshatit Toshkës, një zonë e njohur për vreshtarinë e zhvilluar dhe cilësinë e lartë të rrushit. Në stendat e panajirit, vizitorët patën mundësinë të shijojnë dhe të njihen me lloje të ndryshme verërash, ku secila mbante emrin e varietetit të rrushit të kultivuar në këtë zonë, si pjesë e markës Made in Albania. Një nga prodhuesit e verës, i intervistuar nga kamera e televizionit Apollon, theksoi se vera e kantinës është certifikuar për cilësinë e saj dhe se tashmë produktet eksportohen drejt tregjeve europiane, ku janë pritur mjaft mirë për aromën, përbërje natyrale dhe traditën që mbartin. Zona e Toshkëzës dhe Allkajt mbetet një nga pikat më të rëndësishme të vreshtarisë në Myzeqe, ku tradita e trashëguar dhe teknologjia moderne po shndrojnë prodhimin bujqësor në një histori suksesi, jo vetëm për rajonin, por edhe për imazhin e Shqipërisë jashtë kufive. Ne kemi nisur që vitin 1998 me vjedhjen e vreshave të parë. Vitet 2000 datojnë prodhimin e parë të verës. Fillim kemi nisur me një sipërfaqe modeste prej 3000 metra katror sa të lymë dhe sot të bëjmë me 40 hektarë tokë që janë djela me vesh. Kantina jonë gjithë rrugën që nevojitet për prodhimin e verave e sigurojnë vetë. Gjitha verat që prodhojnë bëhen në rrushin që ne e bëjmë vetë me, që kemi në tokat tona, si shka që kemi sipërfaqe për 40 hektarë. Nuk kemi nevojë të blejmë rrush, po përdojmë rrushin tonë. Dhe që produktit vendit dhe me fundit si të ardhur apo këtu.